Edi Rama në pozicionin e sheikut synon që ta kthej Shqipërinë në Dubai, madje së fundmi e krahasoi ekonominë shqiptare me Maldivet, një arqipelag ishuish në Oqeanin Indian që ka 500.000 banor, e që detyrimisht do mbijetojnë nga turizmi. Po Shqipëria është e pozicionuar në udhkryqet detare të mesdheut, ka burime ujore pa fund, ka toka pjellore pa fund, ka vendburime të nëntokës pa fund, ka njerëz që dashurojnë dijen dhe arsimin pa fund. Sigurisht, kur ujin e marrin hidrocentralet me kapacitet zero, kur fondet e bujqësisë i vjedh ministria e Akademisë së Barinëve, kur naftën dhe mineralet i kanë grabitur gangster oligark, dhe kur truri i vendit e braktis Shqipërinë, si të ishte një hemoragji e vazhdueshme, atëherë afërmendsh që do të bazohesh te pastrimi i parave përmes rezorteve luksoze që i vijnë në dispozicion turizmit. Nëse ekonomia shqiptare nuk diversifikohet, atëherë padyshim që është e ekspozuar ndaj konfliktit të parë në lindjen e mesme, ndaj rritjes së çmimit naftës, ndaj virusit të radhës. Prandaj ky zhvillim që na e shtroni përpara është në shërbim dhe për përfitim të pakujt, por jo të ngritjes së ekonomisë shqiptare. Po kur turizmi si turavrap, jo turizmi i qëndrueshëm i menaxhueshëm, vën në rrezik natyrën tonë dhe trashëgiminë tonë kulturore. Kur turizmi rrafshon pyjet, shkatron dunat e rërës dhe ekosistemin, kujt i shërben ky turizëm? Kur mbulon me betonet e velierave mrekullitë arkeologjike të Durrësit, kur mëton t'i kthej edhe kalat e vendit në kazino ku të dëfrehen paralind, kujt i shërben ky turizëm?